Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, u kthyem në emisionin Alo Policia, Siguria në Fokus. Është emisioni joni 9, i pari për 2026-ën. Sigurisht ky vit ka nisur me shumë ngjarje, me shumë probleme, dhe një nga temat që sot po trajtojmë dhe do trajtojmë janë ngjarjet në Venezuelë dhe problematikat që ka dhe ka ndodhur në Shqipëri për mbytyet, zjarret dhe fatkeqësitë të tjera natyrore. Por të fokusohemi këtë temë e parë dhe pa humbur kohë, po prezantoj të ftuarit tanë. Sot kam nderin të kem Genc Burimin. Mirëmbrëma Genc, faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni të rëndësishëm sigurisht edhe për publikun. Kemi nderin të kemi Juzina Sotiri, mirëmbrëma, eksperte e marrëdhënieve ndërkombëtare. Faleminderit që jeni në emisionin tonë. Faleminderit dhe viti mbar. Det Prenga, generali, mirëmbrëma, mirë se erdhët generali. Faleminderit për ftesën. Ku roli juaj patjetër dhe ekspertiza juaj shumë e rëndësishme. Dhe miku jon Agron Axhimali, mirëmbrëma, mirë se erdhë. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit dhe urime për emisionin e parë të këtij viti. Po, filloj me ju, Genc Burimi. Tematika është... Po, ju përshëndes, nuk e shoh studio, të më falni, ka arsye teknike. Ne e shohim shumë mirë, kështu që ndjes sepse ka një lloj vështirësie dhe kjo është e logjikshme. Ka qenë një temë shumë e diskutuar që ka pushtuar studiot dhe mediat dhe opinionin publik në gjithë globin, ndërhyrja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, ku një urdhëres nga Trump arriti të neutralizojnë presidentin dhe arritën ta evakuojnë, ta lëvizin dhe ta çojnë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. A është, sipas këndvështrimit tuaj, ky sulm i urdhëruar nga presidenti për Maduron një ndërhyrje flagrante në sovranitetin e një shteti, apo është një mesazh politik global për të treguar forcën dhe potencialin, duke treguar edhe ndryshimin e një doktrine në politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës? Po, në pyetjen tuaj ka shkak pasojë. Është ndërhyrje në sovranitet për të treguar një mesazh global. Topi është i imit për natin e gjuhë e vetë. Dhe lidhura bashkë. Tani, kjo nuk është e parë që nga rrëzimi i disa regjimeve në Amerikën Latine, vitet 50-60, duke vazhduar me Vietnamin, Afganistanin dhe Irakun, kjo është në bazën e traditës amerikane. Dallimi me Trumpin është në dy pika. Për herë të parë, SBA nuk bëjnë një ndërhyrje në emër të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Për herë të parë. Se dhe në Irak kur ndërhyn në emër pikërisht të vendosjes së një regjimi demokratik në lindjen e mesme, me shpresën se kjo me një lloj mesianizmi do të rëzatonte ndryshime në vendet përreth. Kësaj here hiç fare. U bë sot një javë që është rrëzuar Maduro, po nuk është rrëzuar regjimi. Është si të rrëzohej në Shqipëri Ramiz Alin, edhe më pas të vazhdonte Nexhmia. Jemi eksakt sot në këtë situatë në Venezuela. Dhe dallimi i dytë është se s'ka ndodhur kur asnjëherë që të bëhesh ndërhyrje nga amerikanët thjesht për të rëmbyer një president. Është për luftë normale, siç u bën në Irak për shembull, me një arsye se Irak ushqinte armë të shkatrimit të madh që do li hapur ajo, por pa të një arsye dhe që kjo ndikonte vendet përreth, sidomos Izraeli, dhe në që thuash në një logjik lufte u kap presidenti. Gjë që ndodhi në botë, është një luftë, kapësh kryetarin e shtetit në Francë, ku ndodhi lufta franko-prusiane, Bismarcku kapi Napoleon III, por që të bësh një ndërhyrje thjesht për të marrë, për të rëmbyer shefin e shtetit dhe të largohesh, kjo është një herë e parë.
dhe reagimi ose pasojë imediate është ai tweet sot, ai postim i rrënqetës që është komentuar sot i Medvedevit në Rusi, pra ish presidenti rus, që deklaroi sot, po që kështu, edhe ne do mund të shkojmë në mënyrë paralegale të rrombejmë Mercin në Gjermani, sepse është neonazist. Zonja Sotiri, kjo ndërhyrje, ju e një ekspert e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe çfarë rreziku sipas jush krijon kjo ndërhyrje amerikane në Venezuelë për të drejtën ndërkombëtare? Unë në fakt do të vazhdoja në një lidhje me zotin Burimi dhe në gjykimin tim e drejta ndërkombëtare apo rregullat, rendi ndërkombëtar asnjëherë nuk ka qenë universal, pra nuk ka qenë i njëjtë apo i barabartë për të gjithë. Kemi parë gjatë gjithë historisë që më i forti, ai që zotron edhe fuqinë ushtarake më të madhe, shpesh herë, jo gjithmonë duhet thënë, ka qenë ai që ka vendosur rregullat e lojës apo fatet e botës. Dhe ajo që shoh tani me Trumpin dhe me goditjen që ai bën në Venezuelë, në fakt është ndoshta hera e parë ku të gjitha këto taktikat apo strategjitë e kolonializimit bëhen pa doreza, pa maska. Pra, nëse në Irak kemi patur të gjithë invazionin dhe pushtimin e Irakut nën atë maskën e rrëzimit të kasapit të Bagdadit, siç është quajtur, por në prapavi ka qenë gjithmonë interesi për të vënë në zotrim naftën që Iraku ka zotëruar. Me Venezuelën nuk e kemi këtë lloj mindseti apo këtë lloj të menduari politik. Në Venezuelë Trumpi ka qenë i qartë ku interesi i tij primar ka qenë jo vetëm nafta, por edhe goditja e këtij rrjeti të narkotrafikut apo shteteve narkotrafikut. Unë mendoj që prapa kësaj vije, le të themi, fshihet edhe, e them shpesh, lufta e tij me të majtën globale. Duket sikur edhe tashmë harta e Bashkimit Evropian po ngjyroset ndryshe. Pra kemi një rikthim të euroskeptikëve apo të djathtës, në disa vende kemi të djathtën ekstreme madje që po mundohet të dali apo të zotrojë skenën politike të BE-s, por kjo po vihet re jo vetëm në Bashkimin Evropian, po ka një tentim edhe në atë që quhet dhe hemisfera perëndimore, ku Amerika tashmë me doktrinën Monroe e ka kthyer edhe një herë vështrimin dhe syt andej. Ka një valë e cila e ka kapur Amerikën Latine, duke filluar me Argentinën, pam se si zgjedhjet me Milei ndryshuan pak a shumë edhe hartën politike të vetë Argentinës, po dhe Amerikës Latine, dhe kemi edhe disa vende të tjera të cilët ashtu sikurse e ka quajtur edhe Trumpi, do të jenë next, pra do të jenë të radhës. Kjo ka një interes primar e cila e zhbën ndoshta atë rëndësinë e drejtës ndërkombëtare për të dalë tek rëndësia dhe tek kjo goditja e madhe që i është bërë sovranitetit të një vendi, por nëse do ta vinim gjithmonë në peshore të drejtën e individit, lirinë e individit me sigurinë, kam përshtypje që në nivele të sigurisë kombëtare nacionale është kjo që prevalon dhe jo individi fatkeqësisht. Dhe për sa kohë për Amerikën është ngritur në një narrativ që i gjithë ky kërcënim që vjen nga drograt apo dhe nga vetë shteti narkotrafikant është legjitimuar, edhe pse nuk është legjitime apo legale, është legjitimuar e gjithë ndërhyrja në Venezuelë. Unë mendoj që e drejta ndërkombëtare nuk është se është dënuar nga Trumpi në këto ditë apo në këto orë. Kemi një sër veprimesh apo kemi një sër aksionesh ushtarake apo operacionesh ushtarake. Këtu kam parasysh luftën që Rusia ka ndërmarrë në Ukrainë, por edhe atë në Gaza nga Izraeli. Ndaj
shikoj që kemi një tentacion drejt autokracisë dhe autoritarizmit, ku është lideri ai i cili, sikurse edhe në rastin e Trumpit, centralizon të gjitha pushtetet dhe prishet ajo check and balance që ne jemi mësuar ta dëgjojmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe tashmë është lideri, pra gjithë leadershipi dhe prapavia e tij, i cili vendos të ndërhyjë në fatet e botës, por tashmë, sikurse e tha dhe zoti Burimi, jo më për të transportuar demokracinë, po për të importuar naftën. Nga këndvështrimi ushtarak, si mund të jetë realizuar një operacion i tillë për kapjen, sepse jo nuk ka pasur detaje lidhur me operacionin, por si është realizuar, sepse nga informacionet që kemi, apo aty ka një prezencë të inteligjencës ruse, ka një prezencë të kubanëve, madje kubanët janë deri në kontrollin e brendshëm, të ushtrisë, kontrollin e brendshëm të policisë, për pjesën e brendshme, për mënyrën se si ato e kanë informacionin. Pra ka një shtrirje dhe një kontroll pothuajse të kubanëve. Atëherë si arritën që të deportojnë, dhe të mos kemi një reagim ushtarak paktën nga vetë Venezuela, që kishte kohë që demonstronte një përgatitje, që tregonte ushtarët, që tregonte armët e tjerë. Unë mendoj se mëngjesi datës 3 janar për globin që një befasi ku u pozicionuan ca pro dhe ca kundra për sa i përket veprimit që u përgatit, u ndërmor dhe u ekzekutu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet një misioni special, do të quaja unë spektakolar, të realizuar deri në këto momente nga veprimet të mëparshme përfshirë dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa i përket kapaciteteve që sot zotron Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krahasim me vendet e tjera, do thosha që është në kufite të pamundurës realizimi një misioni kaq special, kaq spektakolar, po ta marrësh nga pjesëmarrja, koordinimi e bashkërendimi i 3 komponentëve të trupave ushtarake, toksore, ajrore dhe detare, duke mbizotruar e prevaluar ajo ajroria, dhe duke e lënë pastaj Delta Forces për ta ekzekutuar dhe finalizuar gjetjen, marrjen dhe kryerjen e veprimeve në një kohë të pabesueshme. Sa nëse do ta shohim në aspektin e ekspertizës dhe të mundësisë së realizimit, unë do thoja që edhe në stërvitje do të ishte tepër e vështirë për ta realizuar. Kjo mund të realizohesh në këtë format siç u realizua, mund të realizohesh vetëm nëpër filma, duke marrë sekuenca të shkëputura dhe duke i bashkuar në një për t'ia servitur publikut sikur është realizuar i pandar. Kjo i ka shërbyer së pari, nëse më lejon, përgatitjes intensive të jashtëzakonshme që kanë bërë trupat pjesëmarrëse në këtë mision, duke filluar nga pjesa strategjike, Komanda Supreme e ndërlidhjes dhe bashkërendimit dhe komunikimit, duke filluar nga lufta dhe përpjekjet kibernetike dhe duke e ekzekutuar pastaj me një kohë të jashtëzakonshme, sepse kundërshtari i hoqi mundësinë dhe elementin kryesor që është befasia. Ata nuk mundën në njësinë e kohës të arrinin, të shikonin dhe të kontrollonin se çfarë po ndodh pa lema për të vepruar. Kjo mendoj unë i ka shërbyer Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjithë trupat që kanë marrë pjesë, pasi ashtu siç është rezidenca e presidentit venezuelan, kanë ngritur një moket në vendin e tyre, nuk tregohet, është sekret, dhe i kanë vepruar disa herë për të treguar rrugët që do të venin deri tek ai bunkeri i blinduar dhe përbërjen se çfarë materiali kanë dyer dhe çfarë pajisje do të merret për ta hapur këtë derë. Ata e kishin llogaritur që edhe nëse do të ndodhin bombardime, do të ishte i sigurt presidenti. Kur ata për 47 sekonda kanë arritur që ta zenë e ta marrin pako postal. Dhe dëmet janë minimale. Janë 40 të vrarë nga
forca e sigurisë, garda që ka pas marrë kubaneze, dhe janë 2 të plagosur me një helikopteri që është akoma në gjendje për të fluturuar nga pala që ka marrë pjesë amerikane në mision. Por, duhet të theksoj se inteligjenca e Shteteve Bashkuara të Amerikës, zbulimi, siç ne e quajmë nga aspektin ushtarak, ka qenë i organizuar në perfekcion dhe ka arritur të hyjë deri tek kjo gardë sigurie për të kontrolluar e patur në çdo çast në vëmendje lëvizjet e presidentit dhe gjithçka që ai ka bërë gjatë kohës së rutinës së punës së tij të përditshme deri në momente që kanë arritur për ta marrë. Dhe kjo është superiori që tregojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në teknologji, në personel, në forcë speciale, në kombinimin e të gjithave bashkë përballë të tjerave. Realisht aty ka qenë me element siç ju e përmendet edhe Rusia. Kanë qenë edhe kubanezët, ka qenë dhe vetë Venezuela, me miliarda investime për sa i përket teknikës e teknologjisë. Por, nëpërmjet forcës, ka arrit t'i paralizojë. Nëse avionet që të godasin nisen nga bazat e tyre me 300-350 km, ata kanë arrit të paralizojnë të gjithë sistemin zbulimit të hapësirës ajrore venezuelian, edhe të huaj që është. E kanë paralizuar deri në distancë 20 km. 20 km nuk është e mundur që ata të veprojnë para se sa avionet me raketat e tyre të godasin. Dhe ai goditi pikat kryesore për ta nxjerrë jashtë luftimit totalisht atë që është kryesore e sistemit raketor për të goditur kundërshtarin dhe aviacionin. Nuk flas pasaj për trupat në terren që i paralizojnë totalisht. Nuk ka arrit asnjë avion të ngrihet apo një raketë të hidhet për të bërë një zësim të trupave. Pra ky është aksion ose si mund të themi një ndërmarrje speciale perfekte për sa i përket përgatitjes, organizimit dhe realizimit të tij. Unë nuk mendoj se ka në një vend tjetër që mund të realizojë në këtë nivel. Mjaft teknologji bashkëkohore ka Izraeli, por e ka të pamundur sepse spari duhet arrish ta neutralizosh kundërshtarin në aspektin e zbulimit të largët, në aspektin e marrjes së informacionit dhe të funksionimit të teknologjisë që ne kemi sot shumë bashkëkohore, kanë investuar shtetet e tjera. Nëse arrin ta paralizosh, elementi befasi që mund të jetë 50 me 50 i dy anshëm, e ke marrë 100% për vetë, dhe ky është për mua rezultat i suksesit të tyre. Do të kthehemi prapë se është shumë interesante, sidomos përdorimi i satelitëve ushtarak në raste të tilla, të cilët kanë detaje dhe sipërfaqe të cilat kontrollojnë në distanca shumë të detajuara për drejtuar operacione të tilla. Dhe ju thatë që nuk ka një vend, por që mund të ngjasojë ose mund të realizojë një operacion të tillë. U shpreh edhe në një deklaratë të Putinit, i cili tha që ja kam zili, thot, mënyrën se si ai e realizoi atë. Pra edhe kundërshtari thotë që ja kam zili për mënyrën se si ai realizoi ta merrte, ta neutralizonte, ta largonte. Është e pamohueshme, më fal, është e pamohueshme. Nëse flasim përpara se të zhvillohet një emision i tillë ose një mision i tillë, atëherë në trajnim të gjithë themi kemi kapacitete, kemi teknologji, kemi trupa, forca, por ndryshe është të thuash dhe ndryshe është kur e realizon. Kur e realizon, edhe kundërshtari nuk ka mundësi për ta mohuar. Po do të thyet tek kjo. Është pa hyrë në detaje teknike, s'kam pse ndërhyj këtu, sepse u thanë të gjitha. Për mua si e kam parë, unë edhe duke në këndvështrimin tim, po edhe duke komunikuar me kolegë që jetojnë në Amerikë dhe më tek, një leksion i madh. Leksion i madh për botën, për politikën, për leadershipin. Lajmi mirë që ka gëzuar dhe Putini për të marrë mësime, por këtu duhet parë pastaj që pozitiviteti dhe negativiteti i kësaj ngjarje që unë e lidh kryesisht me atë që është çështja që po diskutohet sot kudo në fakt, dhe në institucionet e Bashkimit Evropian dhe në qeverisjen botërore, juridiksioni ekstraterritorial i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet ta pranojmë, ekziston. Kjo është pjesa pastaj juridike që ja, u thekso dhe u përmend. Prandaj po e hedh tezën dhe qartë, prandaj po e hedh si tezë. Por
pa hy thellë në këto detaja se kolegja dhe kolegu të i sqarojnë mirë, duhet ta lidh ngushtësisht me si u prit kjo në Shqipëri, ndikimi, impakti, çfarë kanë vënë re në fakt. Pat një ndikim kryesisht në ato emocionin politik. S'kisha parë një ngjarje të tilla të përcjellej kryesisht në mediat sociale, lajme, që ishte një shpëtimtar i madh, shembës i diktaturave, do arrestoj Moduron, Ramaduron, të Kolumbisë, të Kubës dhe i pjesë tjetër, për të cilën pajtohemi plotësisht me logjikën e kolegës që një frym, po themi e djathtë, mund favorizohet ekstremet, qartësisht tashmë po fryn me erën Trump. Se sa do ngjisi këtu në Shqipëri, kjo ngel për të parë. Por ajo që më ka bërë pak habi, edhe kjo është për të diskutuar, në fakt ishte fakti që me njëherë rendën gazetarë, analistë, qytetarë të ndryshëm, sa po ndodhi ngjarja, tash ti thon mbaroi rendi botror, të ka ardhur koha, të kemi rend të ri botror. Me thonë të drejtën, edhe në atë fuqinë time të mendimit, s'po i kapja dhe me njëherë që zgjidhjet që kërkojmë ne, po të pyes generalin, pyes profesoreshën, kolegun, ore ta shtrije networkun që kam unë me kolegë në Evropë, në Perëndim, në Amerikë, të them, çfarë po ndodh? Pse tha? Ore tash për në Shqipëri, nese drejt darkë është mbaroi rendi botror, qeveria botrore e ka ra. Por ju mund të ketë rënë disa herë, ose jeni shumë periferik, por nuk e ndryshon rendin botror, arrestimi i një diktatori. Pra edhe kjo ngjalli në fakt edhe një farë paniku që kjo çfarë do ndodhi tash i Amerika, si do sillet me Ballkanin dhe me Shqipërinë. Por për ta mbyllur në fakt se nuk mbaroi mirë këto. Ajo që në konkluzion midis fuqisë, pushtetit dhe së drejtës, Fation, më duket se edhe ka prevaluar, po edhe do prevaloj, po me sa shikoj jo ato gjërat e bukura parimore me cilën e mësu, por do të prevaloj fuqia. Zoti Burimi, kthehemi tek ju. Është me interes edhe për publikun për të ju dëgjuar kjo doktrinë që duket si një doktrinë e Trumpit, si doktrina e forcës. Për shembull, hera parë që ai hyn pa një mandat ndërkombëtar, ku në përgjithësi ka pasur njoftim edhe me aleatët, me Anglinë, kur ka për ndërhyrje në Irak e tjerë, është hera parë që ka një ndërhyrje ku vetë aleatët nuk kanë pasur informacion, të paktën e thënë në mënyrë publike, dhe ka pasur edhe një lloj befasie. Dhe që kur ka ardhur në pushtet, apo para se të merrte pushtetin, ka folur për aneksimin e Kanadas, po flet për ndërhyrje në Grönland, për ta blerë ose për ta marrë atë në kontroll. Pra këto mos janë ndikime në rendin e ri botror, mos do kemi probleme, çfarë reagimesh mund të ketë dhe çfarë ndryshimesh mund sjellë kjo lloj politike. Thjesht të më lejoni të bëj. Më dëgjoni? Po, tani ju djem, po. Ju dëgjoj. Nëse më lejoni të bëj thjesht në formë debati dy nuanca për çka u tha më parë. Donja më duket që nuk e shoh foli shkak ideologjia në ndërhyrjet e Donald Trumpit. Nuk e besoj, sepse ka tre kundra argumenta ndaj argumentit ideologjik. Aktualisht Trump e ka fare kollaj në dorë të vendosë një regjim të djathtë në Venezuela, siç është në Chile, që po e pak po, siç është në Argentinë, Peru apo Bolivia. Ai po lënë në fuqi një regjim të majtë. Po ashtu, ka përcënuar edhe vendi fqinj, që është i majtë, edhe tek Kolumbia, por deklarata e fundit e Trumpit që Kolumbia ka në krye një president shumë të respektuar dhe do të jetë shumë i kënaqur të takojë. Edhe të fundi,
këto shëmbujt që sapo dhac, Kanada, Groenland, nuk bëhet fjalë fare për ideologji, majt djathtë. Pra, nuk e besoj që është ideologjia që e drejton Trumpin, e drejton ajo që thuhet në latinisht hubris, pra ajo deliri i madhështisë, kam gjithë fuqinë dorë për mos ta bëj. Dhe të fuqinë dorë e bën në veprim në funksion të interesit tim Donald Trump. Asgjë më tepër. Po ashtu tek ndërhyrja ushtarake, që ishte shumë komplete si tablo, do t'i shtoj 2-3 gjëra të vogla. E para që amerikanët patën fatin pikërisht të servitet si një film Hollywoodi. Për muaj të tërë, ata kishin riprodhuar eksakt vilën apo pallatin ku banonte, ku trehohesh Maduro. Është një përfshirje e zakonshme, deri në atë detaj të vogël, sa me anë të spjume që kishin mësuar dhe si kthehesh dorës a dorës. Deri në atë detaj të vogël që mos të harxhosh as një sekond, dorës a shmajt dhe për bjaftas. Gjë që do të shoj është se është dhe morfologjia gjeografike e Venezuelës si shakrit të dëmë. Shpeshtuhet që asnjëherë një qytet s'do ta bësh në buzë detit. Dhe jashtë ndodhi. Mos i Karakasi në buzë detit, s'do ndosë kur ajo. Ishte domethënë fatkeqësia ose fatmirësia amerikanëve që Karakasi është i blushtit dhe që lejoi domethënë që gjithë këto plot ajo që nga deti deri në tokë ishte shumë pakot prej shkollës e tjera. Tani vim këtë pyetje juaj. Kanadaja, Groenlanda më duket, gjitha këto a bëjnë një rend ribotëror. Nuk e besoj, nuk e dim nëse ky rend provizor botëror lindi me Donald Trumpin dhe do vdes me Donald Trumpin. Klasë do vdes në mënyrë figurative. Mund të vdesni që në fund të këtij viti, nëse ai humbet zgjedhjet midterms, ashtu siç mund të vdes maksimumi pas 3 vitesh, kur ai mos jetë më president. Ose ndoshta pastaj vendosi diktator të qëndrojë në pushtet. Por është herë për të thënë, është rend i ri botëror. Prandaj sot dhe europianët kërkojnë të fitojnë kohë sa të munden, me shpresën që pikërisht klapa, paranteza, Trump në histori ka lënë sa më shpejt. Por është vërtet që në këto momente është bërë shumë i rrezikshëm sepse nuk ka asgjë më ta ndalojë. Dhe askush nuk di çfarë ka në kokë, edhe për Grenlandën, a do e marrin me buç? Apo do e marrin me forcë? Atë që vim është se sot Trump, kur qep hartën, ai ka një xheloznie pse Rusia të ketë territor më të madh se Amerika. Edhe ka thënë mirë në dorë kollaj që të krijojë një territor më të madh se sa Rusia. Nëse merrni hartën dhe bashkoni SBA-t, Kanadan, Alaskën e ka vetë, plus Groenlandën, territori bëhet 21 milion metra katror, që të kalon Rusi që është 17 milion metra katror. Kjo është shkimi në një fazë deliri i madhështie, i ka mjetët, mund ta bëj. Pastaj askush nuk është në kokën e Donald Trumpit, për të ditur do bëj, por që kjo është një situatë tepër e rrezikshme. Ai sot nuk bazohet ideologjia fare, dhe thoya këtë për Gjili Vancin, jo për Trumpin, bazohet tek interesi i tij personal ose shtetëror personal. Dhe kjo shumë lidhet me naftën. Jo më shumë disa nafta se nevojë amerikanëve, sepse kanë nafta duan, por nafta si një mjet për të bërë shantazh mbi Kinën, që varet nga nafta, apo shantazh mbi Rusinë, që varet nga çmimet e naftës. Për të përket tokave të rralla,
nuk e besoj shumë të fabull, sepse toka e rrallë është një shprehje e abuzuar. Nuk ka toka të rralla. Toka të rralla i gjithë kudo, edhe Shqipëria po duash. Ajo që është e rrallë është rafinimi. Sot vetëm Kina ka investuar në rafinim. Rafinimi i tokës të rralla është tepër në tokës, tepër në tokës. Asnjë nuk do. Në base në Grënland, i këtë të mendon, që në Grënland ai mund të rafinojë tokën e rrallë, sepse është tepër i madh. Nuk ka vetëm ari polar dhe atje më tepër. Për Kanadan do jetë më e vështirë, po diçka pritet dhe sot njëherë s'mund të bësh asnjë strategji. Për çfarë ka në Donald Trumpi, edhe kjo është nëse Europa është e aftë sot bashkë me Kanadan, bashkë me Britaninë e Madhe, të propozojnë një kundra model. Edhe ky kundra model i bazuar po ashtu një posëm. Vendimi është marrë, por është pak tërë. Jemi si ajo, si e fëmia, që po kupton që prindi kërkon ta mbytysh. Është po aq i pabesueshme sa realitet. Pra fëmia e Evropa të kupton që ajo që e lindi Evropën, ajo që e mbyti Evropën, Amerika, kërkon ta mbytysh Evropën. E ka parë është ndëgjësimi. Ndëgjësimi është tepër i vonë, ka një vit. Pa Evropës duan 3 deri në 5 vjet sa filloi dhe ajo të marrë konturet e një fuqie vërtet. Kjo po luhet. Pastaj, a do bëhet një Evropë fuqi me vende kaltroje pro-amerikane? Apo do bëhet një Evropë fuqi vetëm me vende që janë të afta që tregojnë tranorive amerikane, ruse dhe kineze se janë të fuqishme dhe këto vende sot janë po bashkëpunë bashkë, krijojnë një Europë e re me Francën, Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Spanjën, Poloninë, edhe Italia të vendosë me këtë kadër jetë. Dhe këta po shkojmë për mendimin tim, po jo sot në vitet e ardhshme. Faleminderit, do të kthejmë tek ju, zonja Sotiri, për pak sa të kalojmë një spot publicitar. Mos u largoni nga Fax News, na ndiqni pas pak. U rikthyem përsëri tek emisioni Alo Policia, Siguria në Fokus. Sigurisht që edhe gjatë kohës reklamave patëm mundësi të kishim një debat me të ftuarit në studio. Zonja Sotiri, në raport me atë çfarë zoti Burimi deklaroi, që kjo është si një epoka Trump, dhe mbas Trump mund të kemi ndryshime, mund të ketë ndryshime, si e mendoni ju? Është çështje Trumpit apo është çështje politike amerikane? Po, doja vetëm shumë shkurt në fakt të shpjegoja që në ndërhyrjen time kur po flisja për Trumpin nuk e shikoj ideologjin faktor më tepër se sa ai mjeti për të arritur qëllimet. Aty ku ai nuk i arrin me regjim, me ndryshim regjimi, për të mjafton thjesht që disa sisteme të infrastrukturës energjetike të privatizohen dhe ai ndërkohë përfiton mandej. Megjithatë, për ta lidhur këtë me përgjigjen e pyetjes, kam përshtypjen që ajo që ne po shikojmë tashmë nuk është lindja e Trumpit vetëm ekskluzivisht si individi, apo ajo teoria e madman, pra i atij njeriu të çmendur i cili vendos dhe ka këtë delirin e madhështisë. Patjetër që kjo është me Trumpin, duhet të jemi parasysh që është një showman, është një businessman dhe i ka qef të bëj lajm. Megjithatë, unë e shikoj si një valë e cila është një përkthim i realitetit në SBA. Dhe nëse do të kemi parasysh edhe kontinuitetin e presidencës apo zëvendësin e tij, shpeshherë dëgjojmë goditjet që i bëhen Bashkimit Evropian dhe Europës si kontinenti i kalbur tashmë. Dhe kur them fryma e të djathtës që ai po përpiqet ta përdorë apo konservatorizmi, në fakt është një rikthim tek identitetet dhe është një rikthim tek ajo shoqëria e shëndetshme sipas tij dhe sipas të gjithë administratës çfarë kanë marrë ata përsipër. Edhe për sa i përket Europës, goditja më e madhe që i bëhet është pikërisht me le të themi krizën identitare, por edhe sociale dhe ekonomike që ka Europa, pikërisht nga ky emigracioni i çmendur dhe i pafreku sipas le të themi politikës tashmë në Amerikë, dhe unë këtu bashkohem te kjo, për sa kohë
do vish në shtëpinë time, do zbatosh rregullat e shtëpisë time, ka disa konture sociale që janë të ndryshme, dhe duke qenë se Trumpi e ka marrë si një premtim elektoral edhe një lloj riformatimi të shoqërisë duke reduktuar emigracionin dhe sidomos atë të palishëm, është dhe një goditje që i bëhet Europës dhe fryma e tij ndaj e them që shkon më tepër tek konservatorizmi për të ndryshuar pak edhe dinamikat politike. Prandaj unë nuk e shikoj Trumpin vetëm si një individ, si një president i cili ka ardhur patjetër për të pasuruar ai dhe familja e tij, por më duket si një kërkesë e cila vjen nga vetë shoqëria dhe popullsia amerikane, e cila tashmë është në një krizë dhe ajo vetë për shkak të një sër problematikash me emigracionin, me mirëqenien sociale apo me një sër paketash të dështuara ndër vite, për shembull të asaj çka përbën shteti i mirëqenies sociale. Në këtë kuptim mendoj që forca apo balanca që ai kërkon të arrijë është pikërisht një përpjekje për të pasur aleat të fortë, të cilët ndjekin të njëjtën linjë të politikës së brendshme dhe të jashtme me të, por patjetër i qëndroj dhe unë të njëjtës linjë mendimi që interesi ekonomik është ai ndoshta që ka dhe një rëndësi më të madhe pikërisht për të arritur edhe atë moton e tij ta bëjmë Amerikën sërish të madhe. Edhe pse për ta vazhduar diskutimin për sa vetëm për Groenlandën diçka nëse mund të vi më vonë. Do t'ju kthem përsëri. General, kjo ndërhyrje e amerikanëve në Venezuelë, një lloj tensioni që ka ndër edhe alatët, ka një lloj shqetësimi ke europianët, sidomos kur deklaron që mund të ndërhyjë edhe në Groenland. Por kjo situatë ku edhe Meloni ka pasur një deklaratë që ka thënë që ne nuk do ta ndjekim dhe nuk do të jemi për krahas të Bashkuara të Amerikës nëse do të ketë një veprim të tillë që ajo nuk e quhen besueshëm. Pa mund të ndikojë kjo tek Kina? A mund të kemi një ndërhyrje se kinezët e marrin si një model tani, meqenëse forca ka filluar të jetë një model zgjidhje problemet për të pasur një situatë në 2026 që kanë thënë deri vitin ndërhyrjes në Taiwan. Unë mendoj që vendet e mëdha në përgjithësi drejtohen me doktrina 50 vjeçare më tepër. Në përgjithësi dhe në këto doktrina pastaj shikojnë interesat e tyre në lidhje me sigurinë, me mbajtjen sa më larg të rreziqeve që i kërcënojnë dhe me zhvillimin e marrëveshjeve për të rritur ekonominë e tyre. Ku kam bindjen që të gjitha shkojnë paralelisht dhe nëse në njëra që don, jam i bindur që do të marrë edhe të tjerat me vete. Kjo i ka ngjarë në një farë mënyrë Evropës, siç edhe Eugenia e shpjegoi pak më lart, nëse faktori ekonomik dhe ekonomia në përgjithësi e Bashkimit Evropian, por dhe vendeve të tjera që pretendojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, është ajo që e ka, si mund të them, shpir Evropën e Bashkuar në një pozicion të tillë që s'është e zonja të marrë asnjë vendim dhe të luajë thjesht backgroundin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe ato që dikur kanë qenë dhe, si mund të themi, pjesa e më e rëndësishme e diplomacisë ndërkombëtare, Mbretëria e Bashkuar, që Amerika në një farë mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort nuk ka marrë vendime pa u konsultuar me ta. Tashmë edhe ata nuk janë më në atë linjë ku do dëshironin të ishin. Dhe kjo nuk duhet parë në dy këndvështrime. Së pari, edhe Grenlanda që ne flasim është një ishull i madh me pak banor, por pozita gjeostrategjike e tij përbën, si mu themi, atë rrethin ose kufirin e sigurisë që lidhet drejt për së drejti që nga Alaska dhe ndikohet drejt për së drejti me pjesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë doktrinë e kanë në zhvillim, unë mendoj që shtetet e veçanta, por dhe Bashkimi Evropian, për të mos thënë që nuk ka doktrinë, se si çdo doktrinë apo si çdo element për të cilin e flasim, ka një lindje, ka një zhvillim dhe ka edhe një fund. Pjesës e Evropës e ka patur dhe mënyrën se si e ka zhvilluar Evropa e Bashkuar, mendoj se i ka ardhur fundi dhe duhet ndryshoj doktrinën së pari dhe synimet strategjike të saj për të qenë kontinenti i vjetër dhe një i bashkuar për të bërë ballë të gjitha rreziqeve dhe kërcënimeve nga do që ato vinë.
njëri nga të cilët kryesori është dhe do të mbetet për mua në pjesën lindore të krahut të NATO-s që është Rusia. Dhe në këto kushte, unë mendoj që Donald Trumpi, si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, përveç kalit betejës që ka përdor Amerika e para dhe po e bën realitet tashmë, jam i bindur që cili do të vijë pas tij do të ndryshojë mënyra e ekzekutimit të vendimeve, por në këtë linjë do të jetë për të mbajtur së pari rrezikun larg Amerikës, për të rritur fuqinë ekonomike të saj dhe për të zotruar tregjet ndërkombëtare. Aty dhe luhet gjithë loja, pa fol pastaj për pjesën diplomatike e fuqinë zbuluese dhe ekzekutuese të vendimeve. Nëse Bashkimi Evropian flet ngelet vetëm në këtë stad për fat të keq deri tani. Pjesa e ekzekutimit të saj e ka tepër të vështirë dhe deri tani nuk është vënë në provë. Uroj që të mos vihet në provë, por do të jetë jo zonja. Po të marrim në aspektin juridik që i njohin më mirë dy kolegë që janë. Thjesht dhe vetëm sot ne kemi struktura ushtarake që janë me përbërje ku ne kemi pjesën tonë, kemi edhe forcën e reagimit të menjëhershëm të NATO-s, ku kemi detyrim që brenda 72 orëve X kapacitet ti duhet ta kesh të gatshëm për të transportuar në çdo cep të NATO-s. Por ka dhe i gjë tjetër, se vendimet të tilla duhen të gjitha të ratifikohen në parlament. E nëse më kujton një veprim, po marr si shembull, Parlamenti i Kosovës për të na sjellë një ca ura beli në rast të fatkeqësive, është mbledh qeveria, parlamenti dhe brenda 24 orëve kanë ardhur urat në kufi. Dhe duhet të them dhe shpreh kush është Evropa në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e konceptoj unë, edhe që është mendimi im personal është më kujton shprehjen e Albin Kurtit që tha, nëse ne jemi duke ecur, Evropa është si për nesh. Nëse ngecim, tha, ata do të na shtypin. Nëse ecim, tha, do të na shoqërojnë. Edhe Evropa, nëse nuk ecën para, Amerika do të bëjë këtë që bëri, që nuk do ta marrë në konsiderat fare. Pa çka, se këta mblidhen si këshilli të urdhëve të një strukture apo të një vendi, për të dhënë vendime, por pa fuqi vendimmarrëse. Dhe kjo është për mua ajo që Amerika është superiore dhe do të ngelet superiore për sa kohë investon fuqishëm, dhe për investimet kërkon dallogori, ndëshkon dhe mbi gjitha drejton me doktrinë. Siç tashmë është edhe po futet edhe në lojë ajo doktrina e famshme Monroe. Kjo është aspekti që është shumë më e qartë Shtetet e Bashkuara në raport me të gjithë të tjerët, po mbi gjitha ajo shikon dhe do të vazhdoj të shikojë interesat e saj për sa i përket problemeve të sigurisë, problemeve të rreziqeve dhe rrezikeve dhe mbi të gjitha marrëveshjet në lidhje me zhvillimin e saj ekonomik. Faleminderit. Për shkak të një... Mund të bëj një pyetje ushtarakut, mund të bëj një pyetje kolegi dashur? Po. Nuk e shoh, po mëse më dëgjon. Po, ju dëgjoj, po. Fjala për ju, po. Po. Nuk e di, është ushtarak general. Po, a mendonte zotëria para një viti se kjo Amerikë do të prishte aleancën në NATO, do thoshte unë mund të sulmoj një më të NATO-s. A e mendonte ai? E ka menduar ndonjëherë gjë? Më fal. Këtë ka patur në Shqipëri, në debate, u bën 5 vjet që bëj debate në Shqipëri, ka qenë i parë që e thoya gjithmonë që Amerikë mund të na lëshojë një ditë, më qeshnin, më përqeshnin. Unë thoya që presidentët francez që nga De Gaulle, të gjithë me radhë, De Gaulle, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Macron, të gjithë dhe Chirac sigurisht, kanë patur një doktrinë të shkëputemi nga amerikanët të krijojmë një Evropë fuqi. Askush nuk e dëgjoi francezët. Pra nuk është problem ekonomik. Ishte problem vullneti. Tani po merret vullneti dhe kemi për ta parë. Do ndonjë gjëra. Nëse një i kapur sot gafil, është kollaj për sot të mbrapa, të shohësh Amerikën sot, po shumë pak njerëz në këtë planet e kishin imagjinuar të kthesë të Amerikës të Donald Trumpit. Shumë pak njerëz, kush o gënjeshë gënjen. Nëse më lejon, më fale vetëm një rrëshu. Nëse më lejon,
atë që përmende Franca ka bërë prova për të larguar nga Aleanca Atlantikut Veriut dhe përsëri është kthyer me vullnet dhe me kërkesë se e ka parë që e ka të pamundur për të realizuar elementet e sigurisë jashtë strukturës së Atlantikut të Veriut. E para, e dyta, që nga 80 vjet bëri 80 vjet festoi 80 vjetorin e krijimit Aleanca Atlantikut të Veriut, po them që pjesa tjetër nga 32 vende që e përbëjnë NATO-n sot janë mësuar për të marrë siguri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si asnjë vend në botë, ka 300.000 ushtarak jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe duke patur këtë sasi të madhe ushtarakësh, edhe Trumpi në 2016 kur erdhi për herë të parë, mos gabohem, samiti Walesit i NATO-s, ju ka kërkuar me këmbgule, doni siguri, paguani dhe rrisni buxhetin e mbrojtjes në 2% të detyruar. Nëse nuk doni siguri, sepse 80% të forcave, të komandave në Evropë, të strukturave, të komponentëve toksor, ajror dhe detar, mbulohen e mbahen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse mbulohen e mbahen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë Evropa çfarë kapacitetesh ka? Dhe Evropa tash erdhi momenti që është jo shumë e përgatitur, por ka gjithmonë një herë të parë që ndodhesh përballë një fakti që ti je i pa përgatitur, por ne ushtarakët kemi një gjë që themi mësimet e nxjerra. Evropa le të nxjerrë mësime si pjesë e Aleancës së Atlantikut të Veriut të formoj, të miratoj, të mbështes strukturën e vetë ushtarake. Bashkimi Evropian ka jo pak shtete, janë 27. Ku janë strukturat ushtarake dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian? Janë thjesht dhe vetëm në letër. Dhe për fat keq, ai që paguan, ai e merr shërbimin. Ai tjetri që nuk paguan, e ka të vështirë për ta marrë shërbimin. E nuk mund të rritë tërkohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës në interes dhe në mbrojtje të interesave të Bashkimit Evropian apo të Evropës, sepse ka edhe prevalojnë nga herë interesat e saja që kërcënohet, se ka edhe ajo kundërshtar, ose më saktë që kërkojnë të përplasën dhe të vinë në të njëjtin nivel me te. Dhe natyrisht që nuk mund të jemi ne të privilegjuarit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ne flas të Bashkimi Evropian, nuk po flas për Shqipërinë, se Shqipëria është një vend i vogël që kemi ekzistuar dhe vazhdojmë të jemi ajo Shqipëria famshme londineze për meritat e Shtetit Bashkuar të presidentit të atëhershëm Wilson, dhe e kemi ne do të zhvillojmë elementet e mbrojtjes dhe të sigurisë kombëtare, detyrimet që kemi përballë kushtetutës, por këto bëhen nëse investon. Mund të bëjmë sa të duam në sondën në këtë emision retorik me njëri tjetrin, të bëjmë pyetje e përgjigje, por realiteti është tjetër për fatin tonë jo të keq. Unë pa patur frikë se po nxjerr një sekret, ato drysh informacione klasifikuar nuk do ta them, por them vetëm kaq, që strukturat tona të forcave të armatosura dhe të policisë së shtetit dhe strukturat tjerë të institucioneve që janë të para që do të reagojnë në çdo rast. Incidentesh, kufitare, konflikte, qoftë larg edhe lufte, nuk jemi as në nivelin e një shteti që ka 17 vjet që është themeluar. Ajo është Republika e Kosovës. Këto janë fatkeqësisht ato vendimet që merr politika dhe nuk e ka kthyer seriozisht vëmendjen tek elementi siguri, në cilin edhe në studio këtu jemi është siguria në fokus, që e kemi duke filluar sigurinë individuale në 24 ore duam. Siguria shëndetësore, siguria ushqimore, të gjitha sigurinë nga ato që lidhen, dhe këtë element ne nuk e vlerësojmë, kur nuk e vlerëson dhe për cilin nuk trajnohesh, nuk përgatitesh, atëherë kur të vi çasti që mos ardh kurrë, e kemi tepër të vështirë për ta patur. Nuk mund ngrihen strukturat e sigurisë dhe të mbrojtjes së një vendi sa hapen mbyllësyt, siç politika shpesh bën për të kryqëzuar për efekte ekonomiko-financiare. Situacion, zoti Burimi. Si kuptova, pane, po si kuptova. S'ka rëndësi. Atëherë, po vazhdojmë ishte edhe një. Unë do të them se që Evropa nuk ka fuqinë ekonomike. Ju thash gaboheni. Evropa e ka fuqinë, po s'kishte vullnetin sepse ja kishën në dorë amerikanëve mbrojtjen e saj, po vetë Shkancës. Le të shkëputet tashmë. Ç'është fuqie? Evropa e ka fuqinë, zotëri. Kishte vullnetin. Genci, a pret që të ketë Evropa një vullnet të shtje mbrapa? Po. Mos gaboni. Tani edhe vajtini, kur jeni fuqit, me Trumpi keni një ruptyrë, keni një disrupt, keni një shkëputje. Përçarje.
që s'ndodhi me Bidenin. Të gjithë e dinin edhe në Evropë që nga Obama amerikanët filluan të tregonin gishtin si prioritet Kinën, e dinin. Po kur nuk imagjinohesh që të fytësh një pyk kaq e madhe marrëdhënies transatlantike. Një fakt i thjesht. Një ditën e fundit në qeveri, në pushtet, Biden mbështeti fuqimisht Ukrainën. Pra, kemi një Amerikë tjetër. Prandaj neve në Evropë shpresojmë që kjo që po bën Trump është një klap e historisë amerikane. Nuk është vazhdimësia, duke qenë gjithmonë të nëgjeshëm, që mbas ndodhi një divorc në Amerikën, mbrapa s'ka kthim mbrapa, Evropa do bëhet fuqi. Tani, nëse Po kjo që bëri Trumpi sot, edhe një herë është një aksident galaktik. Shiko, Kush nuk e priste, jam punë përveç vazhdu se francezëve. urgensin në debat. Zoti Burimi, shiko, pas ngjarjeve me Maduron, ka pas edhe disa zhvillime të tjera, në fakt duket si loj nervash, loj të interesave politike, që në fund unë jam i bindur për krizën qoftë ekonomike, sociale të emigracionit, apo qoftë edhe për këtë luftën e madhe të arenës teknologjike, gjërat asarohen, bën lojnera, po vind tek marrëveshjet. Ajo që ka ndodhur këto ditët e fundit është një lajm që nuk e di nëse do bëhet zyrtar apo jo, që administrata Trump është tërhequr nga 66 organizatat globale, për të cilën duket se nuk është një veprim thjesht administrativ, po është më tepër një filozofi dhe një qasje, për cilën unë nuk jam gjeni të them në këtë moment. Ai po vendos shkëputjen dhe përshkuar tek hemisfera e tij përfundimisht. Dhe kjo është një çështje që do doja dhe mendimin tënd dhe në pritshmëritë mia për Shqipërinë, pavarësisht se dikush mund thotë Amerika është shumë larg, ne kemi të gjithë marrëdhëniet duhet i ndërtojmë me partnerin tjetër më të zëvendësueshëm Bashkimin Evropian. Por a krijohen hapësira largimi nëse do ndodhi, largimi i Shteteve të Bashkuara në këto organizata, a krijohen hapësira bosh, a mund të kenë këto ndikim për Shqipërinë dhe kush mund të jenë aktorët, faktorët tjerë që do zënë këto hapësira dhe çfarë pozitash do të mbajë Shqipëria në këtë rast. Kjo është një temë në fakt që e kam qejf ta trajtoj, është e kohave të fundit kjo çështje, nuk di në vëmendjen tuaj cila është qasja juaj dhe çfarë mund thuash për opinionin publik apo çfarë na thuash edhe neve këtu në studio. Ndryshe nga Franca, ndryshe nga Evropa, Shqipëria dhe Kosova kanë interes të jenë aleat të amerikanëve. Edhe poshtë në Evropa. Po betim fakt sepse neve kemi sot shqiptarë një problem të madh në Kosovë, që Serbia nuk e njeh. Ashtu si Kina nuk njeh Tajvanin. Pra jeni një luftë permanente me Serbinë. Në këtë kushte, çështja e sigurisë kombëtare shkon mbi çështjen e integrimit evropian. Midis integrimit dhe sigurisë, unë do zgjedhja sigurinë. Që do thotë sërish jemi në Amerikë. Shqiptare ja ofrojnë vetëm amerikanët. Sot, moment i flasim. Dhe prandaj amerikanët sot kërkojnë prishjen e Evropës së Bashkuar, që është e bërë një konkurrente dhe për vetë Amerikën, sepse luftën në Rusi nuk e filloi Bideni, por e filloi Trumpi. Sepse që Trumpi i pari që ndërpreu punimet e Nord Stream 2-shit në 2019, kur Richard Grenell, që e ambasador i Amerikës në Gjermani, dhe Gjermania shpalli non grata. Ka filluar çik më herët, Aty filloi problemi me Rusin, nga vetë Trumpi që të mashtron.
Pse? Sepse ata e panë që Europa po bësh një fuqi ekonomike me Gjermaninë. Filluan me një gjop të jashtëzakonshme fuza grupit Audi Volkswagen me 13 miliard dollar, kuptohet, por si është për një software, isharak. I vunë një gjop të jashtëzakonshme bankës fondale franceze, bën në parit bas 7 miliard dollar. Pra, kjo Amerikë nuk e do të bashkuar, por ama kjo Amerikë kërkon vende të veçanta evropiane që të ketë aleanca bilaterale. Në këtë kuadër, Shqipëria dhe Kosova, në këtë kuadër mund të shkojnë këto dy vende. Pra një aleancë bilaterale, sepse amerikanët kanë nevojë për vende të bindura dhe vende që i shkojnë mbrapa Amerikës në çfarë do lloj regjimi të jenë. Edhe sot Shqipëria ofron këtë. Prandaj amerikanët u larguan të zhgënjurën nga Serbia, se kishin plan edhe në Sazan, edhe në Beograd. Po qëndorën nga plani i Beogradit për të ndërtuar atë kurrën Trump. Sepse e panë që nuk është vend pro-amerikan. Ashtu se grekët nuk janë vend pro-amerikan. I vetmi vend pro-amerikan sot në Evropë janë shqiptarët. Edhe kjo është drejtësi ynë. Dhe së fundi doja të thoja që ta më pak komentojmë neve nga pikpamja shqiptare se çfarë po ndodh në këtë marrëdhënie Evropë. Amerikë aq më mirë është për neve. E flas edhe për politikën e madhe. E flas edhe për opozitën, sepse sot kjo opozitë ka interesit pro Trump. Por që ndodh nëse Trump nesër pikërisht vepron në Shqipëri si me Maduro, parë mirë mund të rrëzoj rrethin e Ramës, mund të rrëzoj ata që kanë qenë të korruptuar, po pa rrëzuar frymën e Ramës. Kjo ndodhi me Maduro në Venezuela. Aja t'ja rrëzoj Kinën, nëse pra, Shqipëria do të ketë sa parimet saja, që gjithmonë me Amerikën, pavarësisht se kush atje në fuqi, dhe të vendos theksin tek vlerat, duke mbështetur tek Evropa, se Evropa sot mbron vlerat, Amerika nuk mbron vlerat, mbron interesa. Europa është ende utopike, vazhdon në shndërën e saj, drejtë e njeriu, demokracia, dhe pra një këmbë vlerash në Evropën, një këmbë interesash me Amerikën. Kjo është qëndrimi im. Po e mira do jetë në fakt të pozicionohemi si shtet, si këmbë me forcat tona agenci. Partnerët na duhen të gjithë pa diskutim, por shikojmë që vetë këtu brenda nuk kemi në ato pozita shumë të shëndetshme si duhet ishin. Më falni një moment të përfshim dhe zonjë Sotiri në këtë diskutim. Në fakt, po. Doja të bëj një pyetje. Rreziku mbetet, pra askush nuk mund të thotë që nuk mund të ndodhë, por që mund të jemi në një konfrontim, që Kina mund të sulmojë Tajvanin, Rusia mund të ketë për shkak të provokimeve që po bën her pas here ndaj vendeve kufi, të bllokut lindor, të NATO-s, të vendeve që mund të kemi hapje të fronteve të reja, dhe a ekziston dhe rreziku që mund shkohet drejt një konfrontimi shumë polar? Tani, unë do ta nis me pse Venezuela ishte e rëndësishme dhe mendoj që në Venezuelë në fakt fillimisht u godit Kina dhe e dyta Rusia. Mendoj që sado kundra mund t'jemi apo sovranist mund t'jemi, goditja që Trumpi bëri në Venezuelë ishte një goditje në fakt e të gjithë sistemit BRICS dhe asaj çka përfaqëson influenca kineze apo ky multilateralizmi ose marrëdhëniet ku shkëmbimet tregtare bëhen me monedhën kombëtare dhe jo dollarin. Në këtë kuptim, mendoj që Kina tashmë me goditjen e madhe që mori ku mendohet që zotrimi i naftës do të jetë nga Amerika, ka një borxh shumë të madh aty në Venezuelë që është një pikpyetje e madhe nëse do ta rimarri pikërisht kredin që i ka dhënë me huate e shpeshta. Në këtë kuptim mendoj që e para ishte Kina dhe e dyta pikërisht është Rusia, sepse duke goditur tregun e naftës, në fakt kjo naftë del në treg me çmimin normal dhe i ulet vlera apo ulen shkëmbimet e naftës mes Rusisë dhe vendeve të tjera, çka në mënyrë të tërthort ndikon në limitimin e furnizimit të kësaj makinerisë së luftës ruse. Për të shkuar mandete Tajvani, mendoj që ndoshta jam pak skeptike këtu, po mendoj që
për Amerikën në fakt nuk ka një interes shkëputja apo pavarësia e Tajvanit në vetvete. Mendoj që Amerika do doj ta mbajë këtë status quo për sa kohë tashmë është investuar në Karaibet edhe në të gjithë Amerikën Latine. Dhe një Tajvan i cili bëhet i zëshëm për pavarësinë e tij nga Kina, mendoj që nuk është as në interesin e SBA-s, por nga ana tjetër as në interesin e Kinës në këto momente ku tashmë BRICS-i, e gjykoj unë, ka marrë një goditje shumë të madhe. Kemi Iranin, i cili po shikojnë protestat e vazhdueshme, Rusia nuk i ndoli në ndihmë pam as mbas goditjes që SBA-ja bëri në Iran, por edhe me Venezuelën kemi parë këto deklaratat e kortezisë nga ana e Rusisë. Ndaj e shoh Tajvanin më tepër si një retorik kërcënuese nga ana e Kinës për të ndjellur frikën dhe për të përmbajtur SBA-n. Ajo që unë doja në fakt të ndërhyja pak më parë është pikërisht tek marrëdhënia e Bashkimit Evropian apo kokforcia e Bashkimit Evropian për mos të zgjuar. Unë nuk mendoj që është Trumpi handikapi që ne u zgjuam dhe kuptuam këtë gjendje kritike ku jemi. Bashkimit Evropian, dhe më duket pak që Sharake, unë e them gjithmonë, i mungon bashkimi. Pra, nuk ka një leadership i cili t'i unifikoj këto vendet e Bashkimit Evropian dhe të marri, të ketë vendimarrje të unifikuar ku të gjitha vendet të bëhen bashkë. Dhe për më tepër shikoj një handikap tjetër në të gjithë le të themi këta pozitivistët që mendojnë për një ushtri europiane apo për një forcë ushtarake europiane. Gjithmonë duhet kemi parasysh që Europa është një projekt amerikan. Kemi një zgjatim të planit Marshall ku me dashje mendoj unë dhe me paramendim Europa u zhvesh nga helmeta jeshile. Pra u zhvesh nga ajo forca ushtarake ku duhet kemi parasysh që ai butoni i komand kontrollit nuklear është në Washington dhe nuk është as në Francë, as në Mbretërinë e Bashkuar, por është dikush tjetër ai që e ka komandën dhe leadershipin. Dhe për sa kohë kjo të jetë përthamore ka Franca. Jo, ju kundërshtoj zonjë, me respekt. Jo, e kam patjetër, po më keq kuptove, e kam tek vendimarrja më tepër. Pra, ajo ngjitja që i mban bashkë. E kam në Franca, ishte arsyeja që Franca dëboi Amerikën nga NATO në Paris në 1924, prandaj De Gaulle dëboi Amerikën pikërisht për patur strategji përthamore autonome, s'mund të lërë të me gjithë. Por e kam tek mungesa e vullnetit të leadershipit, duke qenë se për BE-n, këtu e kam, të lutem, që mos ta ndrojmë, duke qenë se për Bashkimin Evropian është më e vështirë të marrë një vendim të unifikuar, pasi kemi momente kriza që duan një rapid response, pra duan një përgjigje të shpejt, dhe me Amerikën brenda kjo gjëja është më e shpejt dhe më e kollajt, dhe në mungesë të saj, i gjithë ky ekuacion prishet dhe nuk e dim nëse Gjermania do ta ndjeki Francën në një vendim të nevojshëm, apo vende si Polonia do të bëhen bashkë atëherë kur duhet. Dhe mandej frika më e madhe që ka Bashkimi Evropian, apo ai testi më i madh mendoj unë i vet NATO-s është pikërisht Grenlanda ku Europa tashmë është në këtë konfuzionin në rastin se pikpyetja e madhe më përpara ishte në rastin një sulmi nga Rusia, a do të na ndihmoj SBA-ja, a do të jetë pas nesh, tashmë sulmi nuk është nga jashtë, sulmi është nga brenda, pra nga vetë ky aleati strategjik. Ndaj mendoj që e gjendur në këtë handikapin e leadershipit dhe të vendimarrjes, gjithmonë Amerika është një partner strategjik kyç në të gjithë marrëdhënien transatlantike. Atëherë, ne i kemi kaluar gjitha limitet, megjithatë emisioni do të vazhdojë deri në orën 9:30 për shkak të interesimit, do kemi një temë të fundit, por nëse ka një boshllok, po themi, të një tendence, të një largimi apo jo të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO. A mund të jetë Gjermania vendi që ta zëvendësojë? Si e shikoni Gjermaninë? Për të dy është pyetja edhe për Angela. Për rolin e Gjermania sepse e ka rritur shumë buxhetin e luftës, ka një perspektivë në futje në teknologji dhe ka shprehur ambicie që deri në një farë momenti ajo pretendon të jetë një superfuqi. General ti ve ka pakun. Në konceptin tim, kur thua për shembull Gjermania, shiko si unë ndjem shumë i rehatshëm, relaksohemi, siguria.
mendoj që po u fut Gjermania bën diçka, aq sa kemi dëgjuar. E gjithë çështja sot me NATO-n është çështje çizmeje. Evropianët, ne perëndimor, pra përfusim dhe veten. E kemi harruar çizmen ushtarake dhe lufta do çizme, do burra, do ushtar, mund t'i kesh armatimet, mjetet mund t'i kesh gjithë, po spate ushtarin me çizme nuk bën asgjë. Evropa tashti shumë softwareike, shumë e këndshme dhe but. Jam çik skeptik nëse do ta ndërtoja të NATO-n vetëm për vendet e veta, apo i duhet dhe partneri matë që pret me i herë. Pa diskutu që jam plotësisht dakord me atë red typing që ka i gjithë Bashkimi Evropian, një burokraci e tërë. Kam shumë shpresa dhe dashuroj që Gjermania të zhvillohet edhe në këtë koncept, në konceptin ushtarak. General, Franca ka më shumë. duke pas parasysh që kemi një Itali që është shumë avancuar në ndërtim të teknologjisë, ka një teknologji, flasim si që është film mekanika, ka një buxhet për 220 miliard euro në vit, prodhon në një dhe luftës, ka helikoptere në Augusta, pra ka një industri të vogël. Përfshirë pastaj edhe Francën me autoavion, flasim Gjermania me teknologjinë. Unë mendoj që Evropa e ka të domosdoshme dalin në skenë ashtu siç e meriton dhe marrin e rolit udhëheqës që i takon. Edhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin për të qëndruar dhe për të kontribuar në Aleancën Atlantiku të Veriut, tashmë që nga 2014, do thosha unë, kur Rusia aneksoi Krimen, dy kanë qenë vendet të cilat të pa deklaruar kanë trajnuar, kanë furnizuar dhe kanë ndikuar në ngritjen e forcave të armatosura të Ukrainës. Ajo ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. Të tjerët kanë qenë të tërhequr dhe realisht nuk kanë reaguar. Tashmë që Donald Trumpi nga 2016 në mandatin e parë e aq më tepër në mandatin e dytë i bëri presion vendeve antare dhe ju kërkoi shtimin e buxhetit domosdoshmërisht. Dhe në mënyrë progresive deri në 35-ën, e thënë që çdo vend duhet të ketë kape 5%. Është një kosto relativisht e lartë. Nëse para 2-3 vjetësh nuk e imagjinon të as Gjermani vetë, cili do Gjerman, që do Gjermani vërtet është filo Gjerman tamam, nuk mendonte që Gjermania do ta çonte buxhetin e mbrojtjes sa e ka tani. Po shkon dhe synon të shkojë drejt 400 miliardësh. Dhe nuk e imagjinon të do. Jo, 100 miliard në vit. Jo, 100 miliard. Jo, nuk e ka, po synon për të vajtur. Dhe në këto kushte, jo 100 miliard, jo 400 miliard. Jo. Gjithë Evropa sot është 350 miliard dollar. 350. Po synon. Mos që Gjermania 400, çfarë mundur? Synon sepse edhe industrinë, falë se po në hy, edhe industrinë atë gjobën që theti ja ka vënë Volkswagenit me 12 miliard, ata janë të parë që e kanë kthyer gjithë pjesën e prodhimit të automjeteve në prodhim industrinë e luftës. Dhe kjo është të gjithë janë shumë. Dhe kjo është ajo pjesa që duan ata të prodhojnë dhe të marrin rolin drejtues. Unë do doja me shpirt dhe çdo evropian e dokte, një Gjermani, një Francë, një Mbretëri të Bashkuar, një Spanjë, një Itali, të jenë të paktën këto kryesorët, pastaj të mund na marrin edhe ne pas, edhe vende si puna jonë që janë në nivelin tonë, për të formuar atë kohezion që Eugjina e përmendi që vërtet thuhet Bashkimi Evropian, por për fat të keq vetëm Evropian ngelet, bashkimi nuk kemi parë real. Bashkim real flas, që secili të pozicionohet dhe të marrë pjesën që i takon të përgjegjësisë. Dhe njëri do të marrë qoftë dhe me rotacion rolin e udhëheqësit. Për sa kohë Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë në këtë format, një tavolinë e rrumullakët ku nuk merr dot vendime në unanimitet, ku edhe për një problem si që është Rusia për asetet e ngrira i ke të përqare të ndarë, atëre për para se të dalin në publik në më të paktën, të luajnë me realitetin dhe me diplomaci, të mlidhen më përpara dhe kur e din
që nuk e kanë votën dhatë e fjalën e vendimin unanim të mos dështojnë në këtë formë, se duke dështuar në këtë formë, i jep material kundërshtarit edhe ai avancon, cili do qoftë ky, përfshi dhe Rusinë. Edhe kjo është arsye që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ekonominë, kanë industrinë ushtarake dhe i thonë edhe vendimmarrjen edhe i thonë Evropës, merre ti do ta paguash çoja Ukrainës. Pra ai po zhvillon në një farë mënyrë vendin e vet dhe po e bën realitet atë që ka thënë në fushat. Evropa është ajo që po paguan, por për fat keq këtë pagesë nuk po e justifikon me rolin e leadershipit politik në radhë të parë, sepse vetë NATO është një strukturë politike ushtarake dhe vendimet janë politike. Pastaj pjesa e ekzekutimit tyre i ngelet asaj strukture që ka treguar në çdo kohë që është më e afta, më e mirë organizuara deri jo vetëm për konflikte, luftra e misione të ndryshme, por edhe deri tek po të përdorur në fatkeqësitë natyrore apo fatkeqësitë njerëzore. Këtë ka dhënë prova. Edhe agjencitë kombëtare të mbrojtjes civile, shumica i kanë në varësitë të Ministrisë së Mbrojtjes, sepse aty bëhet koordinimi më i saktë dhe kam patur një rast, Lumi Elbe, më falë se po e sjell tani rast, Lumi Elbe përmbyste dhe dëmet ishin me miliardë dollar çdo vit në Gjermani. Deri kur tha presidenti i Leipzigut ishte. Tha deri kur ne ja besuam forcave të armatosur. Dhe kemi prapë do të ketë përmbytje, por kemi kursyer në mënyrë të jashtëzakonshme riskun së pari të dëmeve kolosale, por edhe të aspektit ekonomiko-financiar. Dhe kjo është ajo pjesa që më bën të besoj që vërtet politika është ajo që merr vendime. Por politika duhet të mbajë në krah këshilltar të aftë profesionistë të zot, si themi ne, si ushtaraku, kom një lider i mirë, mban 2 këshilltar. Atë ligjorin, që mos gabojnë në aspektin juridik, dhe atë financiarit që aset është ka. Se nëse s'ka asete, me çfarë do luftoj? Kjo është situata në përgjithësi. Një moment shumë të rëndësishëm që përmendet Gjermaninë lidhur me përmbytjet. Në fakt ne jemi në një periudhë përmbytjesh dhe misioni sotëm ishte ndërtuar në 2 plane. Plani i parë, kjo temë që trajtuam, dhe e dyta do të ishin, por po ekspozojmë për një mision të ardhshëm për faktin që përmbytje në dimër, me shira, zjarre në verë për shkak të temperaturave dhe dorës njeriut. Ku po shkojmë? Ku jemi dhe ku do të shkojmë? Dhe çfarë duhet bëjmë? Dhe e mendoj që do të jetë një temë veçantë për emision në ardhshëm, ku do trajtohet jo thjesht kronologjia, sa ngret niveli i ujit, sa sipërfaqe u mbyt, sa bakti humbën dhe sa dëme, por pse ka ndodhur? Pse jemi 35 vjet të shkake pasojë? Çfarë do bëjmë për 2050? Mungon vizioni. Është çështje fondesh e tjerë. Po për të përmbyllur temën që kemi, meqense jemi në fund, kemi edhe 6 minuta kohë, përmbyllim, po themi, pjesën e këtij emisioni. Ndërhyrja juaj, meqense ju ndërpreva disa herë, do të ndjes për t'ju dhënë kohën e duhur. Jemi tash ke shkojmë ke siguria përmbytjeve apo të Jo, tek tema që jemi, sepse kjo do trajtohet në mënyrë të veçantë, shumë analitike, me një lloj përgjegjësie për të dalë jashtë kanaleve politike, për ta interpretuar atë vetëm kanalin profesional. Shiko, kjo do jetë ajo përmbyllja ime për këtë pjesë. Shiko, bota, politika globale, geopolitika në fakt po lundrojnë kohët e fundit në një situatë paqartësisht. Të paktën për mendimin tim, mbase liderët e botës janë krejt të qartë. Trumpi e di mirë rrugën, Evropa e di mirë rrugën. Po unë po shikoj një paqartësi shumë të madhe dhe shikoj një erozion të institucioneve që drejtojnë botën, organizatat kombëve të bashkuara apo mjaft organizatat të tjera, për të cilën, siç theksova pak më parë, çdo shkëputje nga ato, çdo lëvizje që mund të ndodhi tek ato organizata shumë të mëdha, për cilën mirë keq Shqipëria ka qenë përfituese edhe në organizatat më të thjeshta, më sociale, pa diskutuar ke këto të tjera. Meraku im janë 2 gjëra, nëse ndodhin këto shkëputje, a jemi ne, kush do ta zë vendi, pra do ketë boshllëk, çfarë do ndodhi, ku do orientohemi ne, se përveç Amerikës, partneri jonë kryesor janë Shtetet e Bashkuara përveç Shtetet e Bashkuara është Evropa, dhe qëndroj dhe unë për Evropën. Tashmë pjesa tjetër është sa ne jemi të përgatitur në faktin e të tilla disbalanca, ekuilibër ne vetë si shtet, a jemi të përgatitur apo do mbetemi gjithmonë të varura, sepse vërtet ne kemi pas interes ekonomik dhe po e lidh vetëm me një fakt.
kur Trumpi vendosi të shkurtoj fondet në Shqipëri të Ministrisë Jashtme apo të organizatave të USAID-it, ajo me njëherë solli një impakt. Dikush mund të thotë, po të prish interesi ty se je organizat, dikush mund të thotë i prish ekspertiza dikuj tjetër. Por e kam fjalën që prishen disa balanca, prishet ndihet mungesa e ekspertizës, e teknologjisë, e burime financiare, por shiko, është më tepër e lidhur dhe me atë faktin që duke sikur humbim një farë shpresë, humbim besimin, sepse e vërteta është nuk jemi në ato kolona shumë të shëndetshme. Unë uroj që gjërat ecin shumë më mirë dhe kemi një balans midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, pa qoftë ushtarakisht ekonomikisht. Vetëm për mbyllse në 2 minuta për secilin. Në ushtri general ka një rregull orientimi në fushë betejë. Kur merr orientues mos gabohesh nga larg afër dhe nga e majta në të djathtë apo nga e djathtë në të majtë. Nga e majta në të djathtë. Varet nga ku ke synim, nëse je për sulm apo je në mbrojtje. Se ndryshon kjo pjesa kur je në sulm në mbrojtje. Analizë globale. Nga e majta në djathtë analizuar këndvështrime dhe nga afër që i bie është situata në Ballkan. Sa të rrezikuar të ekspozuar jemi, se në fund jemi brenda shtëpisë tonë. Shtëpia nuk është kufiri, pra brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, por është Kosova, janë konfliktet e mundshme, Serbia ka një shqetësim për shkak të një aleance që kemi bërë Shqipëria, Kosova dhe Kroacia, dhe shqetësimi që thotë po armatoset Kosova, po armatoset Shqipëria etj. Ta një interpretim sa të sigurt jemi dhe si e shikoni situatën ballkanike në kuadrin e kësaj pasigurie globale, ku frontet e luftës mund të hapen papritmas dhe mund të mbyllen si një dirigjim duket midis fuqive të mëdha. Me çfarë? Si ja vazhdoj. Atëherë me ju. Po, patjetër. Ajo që ka treguar të paktën kjo periudhë me të gjithë përçarjen dhe shkundjen që sjell Trumpi, në gjykimin tim është një mesazh shumë i madh për Shqipërinë që aleancat apo aleatët në fakt përpara do të vendosin interesat e tyre kombëtare se sa të gjitha vlerat dhe normat apo të mbrojnë më të veçlit. E thënë kjo, mendoj që duhet jetë një shkundje, të hikim tani nga BE-ja, po të vim te Shqipëria, duhet jetë një shkundje edhe për Shqipërinë për të ngritur të gjitha kapacitetet tona të mbrojtjes, të sigurisë. Dhe këtu dua të fus si sigurinë në kompleks, rendin dhe ushtrinë gjithashtu. Është për tu përgëzuar për shembull operacioni i kapjes së Maduros dhe unë do doja dhe kam pyetje her pas here, nuk e di në Shqipëri nëse bëhen këto simulime të mëdhaja në raste krizash apo në raste luftimesh apo kërcënimesh që mund të na vinë nga veriu në këtë rast. Kam një rezervë time për sa i përket marrëveshjes, le të themi ushtarake, Kosovë, Shqipëri, Kroaci, e shikoj ndoshta si një fitil që mund të ndezi interesin apo urinë serbe për vetë faktin edhe të natyrës së forcës mbrojtëse të Kosovës, ku nuk ka mirëfilli një ushtri ashtu siç e kemi ne, por është ende në atë spektrin humanitar tek këtu duke u zhvilluar. Në këtë kuptim mendoj që të paktën për Shqipërinë tashmë ka ardhur koha që mos të mbështetet vetëm tek aleatët, por të krijojë këtë forcën e vetë kombëtare nga njëra anë, por edhe një konkurrueshmëri ekonomike apo tregtare në të gjithë të tregun e Bashkimit Evropian. Ndoshta duhet i hedhim pak syt edhe nga siguria energjetike, pra atë çka mund të ofrojë Shqipëria në tregjet europiane, duke patur parasysh edhe tronditjen e madhe për shembull që mori Bashkimi Evropian nga varësia e gazit rus. Ndaj janë një sër pikpyetjesh që lindin, megjithatë kam tendencën të mos ta shoh dhe mos ta besoj këtë konfliktin apo këtë kërcënimin serb në Kosovë, duke patur parasysh ende gjurmën e rëndësishme që ka misioni i KFOR-it në të, dhe këtu do të ndërpres, sepse edhe 30 sekonda kemi dhe më bëjnë me shenjë për të mbyllur emisionin, megjithatë fjala nga 10 sekonda për mbyllse thjesht. Unë ja jap fjalën time generali. Mirë, 10 sekondë që është në një farë mënyrë për të përmbledhur ato që u thanë nga të dy paraforcë se nuk ka ndonjë gjë për të zhvilluar tash. Ajo që ndodhi
në 2022 konkretisht konflikti në Rusi dhe gjitha veprimet e vendimet për sa i përket zhvillimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në glob në përgjithësi, jam i bindur që ka ndikuar drejt për së drejti tek gjitha vendet për të pozicionuar kryetarët e shteteve se çfarë roli do të luajnë në rast se, nëse deri më sot nuk e kemi menduar një gjë të tillë dhe udhëheqja politike nuk e ka menduar mbështetjen reale të strukturave të sigurisë dhe të mbrojtjes, sot tashmë pa çka se sa investojnë, pa çka se sa janë real e objektiv, por të paktën ju vjen në mendje se si duhet veprojmë dhe a i kemi strukturat e nevojshme, a mundet ne në raport me vendin, me popullsinë dhe me numrin që kemi konkretisht forcat armatose të reagojmë. Ne kemi patur në Ballkan, dhe ky Ballkani ka qenë është dhe do të mbetet pikë kritike, si mund themi ne, si një bombë e gatshme vetëm një veprim në distancë apo drejt për drejti mund ta shpërthej. Në këto kushte për ta parandaluar, ne duhet realisht shteti shqiptar, duke filluar nga komandanti i përgjithshëm i forcave armatosore, që është dhe kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, duhet të mblidhet se janë zhvilluar gjithë ato ngjarje dhe janë në zhvillim shumë ngjarje për të cilat vendi jonë duhet të marrë përgjegjësi. Nuk jemi më tashmë në rolin e asaj që vetëm të konsumojmë siguri, ne duhet të prodhojmë siguri tek më e pakta për qytetarët shqiptar. Këtë nuk e realizojmë dot në qoftë se nuk buxhetojmë dhe nuk kthejmë vëmendjen realisht nga forca jone armatosur nga të gjitha strukturat e tjera të sigurisë dhe të mbrojtjes në vend. Nuk mjafton vetëm përgatitja e trupave që ne kemi në një nivel relativisht të mirë, pas një stërvitje të përbashkët kemi zhvilluar me NATO-n, e kemi treguar veten, por duhet ajo pjesë e teknologjisë, e armatimit dhe modernizimit të forcat armatosore, që realisht nuk është në nivelin. Dhe po e them sot, Kosova nuk ka një forcë armatosur, por ka një forcë sigurie të Kosovës, por është shumë më lart dhe shumë më para se sa forca jone armatosur. Edhe gjithë kjo me fjalën e fundit, Shqipëria, politika shqiptare, ka nevojë për zgjim strategjik në këto momente. Të harrojmë armiqësi, të harrojmë çdo gjë për këto çështje që janë për te interesave të vogla, duhet zgjimi strategjik. Zoti Burimi, nisëm me ju dhe po e mbyllim me ju. Një 10 sekondë lutem me qenë se po e mbyllim. Për te ju së drujt, unë që prej vitesh i mbahem vetëm një testi, nëse Shqipëria e ka kuptuar në shepo kemi hyrë, testi vetëm është vendimi për krijimin e një ushtrie të përbashkët Shqipëri-Kosovë. Të tretë janë palabra. Sot duhet mas kritike. Por para teknologjisë. Deri erdhëm në fund të emisionit tonë, duke ju falenderuar për kohën e panelit personave që kishim. Zoti Burimi, faleminderit për prezencën në këtë emision të rëndësishëm. Faleminderit zoja Sotiri. Faleminderit, nësi dhe për mua. Faleminderit General Prenga për ekspertizën, për fjalët dhe për sinqeritetin profesional që dhënë në këtë studio. Faleminderit Axhimali. Faleminderit juve. Si gjithmonë në studio dhe jeni efektiv. Faleminderit shumë. Atëherë ju falenderoj, këtu mbyllet emisioni jon. Do të shikojmë përsëri premten tjetër në orën 20 me një temë shumë të veçantë, ato çfarë shqetëson sot shqiptarët, pse përmbytemi, pse kemi zjarre, çfarë do të bëjmë dhe do të jemi vazhdimisht në idenë që të masim nivelin e ujit dhe të masim spërmbajtjet e djegura apo duhet të punojmë për të parandaluar. Faleminderit nga unë Fatim Softa, natën e mirë.